mund të jenë pjesë e adresimit të këtij shqetësimi, por disa prej tyre ka pasur informacione për kontaktet papërshtatshme, për biseda që janë bërë, deri diku në rast se do kishte ndikim të drejt për drejt gjatë tyre bisedave, ata duhet ta kishin raportuar këtë. Në fakt besohet që kjo nuk ka ndodhur deri më sot. Si duket nuk kanë qenë në të tillë nivel ose vetë antari nuk e ka gjykuar që duhet ta bënte prezant këtë shqetësim. Sigurisht që ata kërkojnë që ky proces të garantohet edhe për shkak të presioni kaq të madh të jashtëm. Flitet për një presion që vjen kryesisht nga disa politikanë të vegjël, të cilët mendojnë se me problemet që kanë në SPAK mund t'ia mbyll drejtuesi i ri duke i siguruar në një votë, nga disa biznesmen që edhe ata kanë probleme në SPAK, dhe pastaj pjesa tjetër të çon në tentakula që kanë të bëjnë edhe me krimin e organizuar, por që deri tani është shumë i tërhequr se sa dy komponentët e parë. Se sa politika, më the. Okej, mirë, Karamuço, nesër në fakt e gjithë kjo ngjarje, pra këto intervista që do zhvillohen në KLP do transmetohen live, megjithatë është thënë, paktën gazetarët e kanë raportuar që do jenë pothuajse të gjithë ambasadorët prezent në sallë. Aq sa i kanë kërkuar gazetarëve që ta ndjekin live nga televizioni shtetëror, aty ku do të transmetohet në mënyrë direkte. Të gjithë do të zbarkojnë kush do të jetë nesër në KLP? Mbi 30 diplomat. Mbi 30 diplomat do ta ndjekin live. Që do të jenë mbi 30 diplomat që kanë shprehur interesin për të ndjekur nga afër, pra jo nga televizioni shqiptar, por për të ndjekur nga afër, mbase jo në të njëjtën sallë, por në një sallë tjetër, do të jenë prezent në godinën e Këshillit Lart të Prokurorisë për të parë nga afër se si do të realizohet i gjithë ky proces, duke filluar që nga prezantimi i platformës dhe pastaj deri në momentin e votimit. Pra, sigurisht prezenca e tyre është një lloj trysnie edhe për vetë antarët e KLP-s, për të ndjekur ato rregulla bindjen e tyre të brendshme dhe për mos pasur çedime në element të cilët mund të krijojnë një problematikë që pastaj do ta vënë në dyshim procesin, jo ta hedhin erë sepse do ishte një gjë shumë e madhe dhe e pafalshme, por po flasim për proces të rregullt, transparent dhe të garantuar nëpërmjet një vote e cila duhet lexuar vetëm për shkak të vullnetit të tyre të brendshëm dhe jo për shkak të ndikimeve tjera nga persona të tretë. Kështu që ata mendojnë dhe është bërë një traditë tashmë edhe 3 vite më parë që prezenca e tyre do të jetë një garanci më shumë, siç ndodhi me ambasadoren amerikane. Këtë doja të të pyesja. Në mënyrë mbase disi Këtë doja të të pyesja, po. Kërkoi të ishte vetë në sallën ku merret ky vendim. Ndërkohë që do të shikohet mundësia nëse ka një hapësirë në këtë sallë, unë di që salla nuk i mban kaq shumë persona, megjithatë do të gjehet një mundësi akomodimi diku tjetër, por brenda ambienteve të këtij institucioni. Ka ndodhur më parë që të jenë kaq shumë diplomat për të ndjekur këtë garë, se ti e the vetë që ka qenë një urikim dikur, sot nuk kemi më një ambasadore ose ambasador të SBA-ve në Tiranë, por 30 diplomat, ka ndodhur ndonjëherë gjithë kjo vëmendje në KLP për kreun e SPAK apo jo? Në tjenin time dhe në memorien time ka ndodhur vetëm kur është miratuar me 140 vota reforma drejtësi. Ku të gjitha lozhat e kuvendit të Shqipërisë ishin të mbushur me ambasador të gjitha vendeve të Bashkimit Evropian dhe jo vetëm. Po që nga ajo kohë nuk kemi parë një prezencë të tillë, absolutisht jo. Po sigurisht janë ambasador të vendeve të cilat kanë krijuar një raport mjaft të ngushtë me SPAK-un nëpërmjet skuadrave të tyre të përbashkëta, nëpërmjet ndihmës së ndërsjellë, dhe ato duan që kjo të vazhdojë dhe personi që do zgjidhet drejtuesi i ardhshëm të jetë një partner i tyre i ngushtë dhe i zgjedhur në mënyrë të pavarur dhe të pa ndikuar nga asnjë prej atyre komponentëve, elementëve që ata i gjykojnë që prishin gjithë procesin dhe mund të njollosin këtë institucion, i cili duhet thënë është lokomotiva e atyre institucioneve që do të na çojë derisa të trokasin derën Bashkimit Evropian vitet e ardhshme. Okej, Karamuço, ndërkaq, pas deklaratave të ambasadorit britanik, të ambasadorit të BE-s, pak më parë në mesditë është dhe një njoftim
në faqen e ambasadës së Shtetet Bashkuara të Amerikës në Tiranë, sot zëvendës drejtori për çështjet e Europës perëndimore qendrore vizitoi SPAK-un për shprehur vlerësimin e Shteteve të Bashkuara për punën e kryeprokurorit të posaçëm Altin Dumani me agjencitë amerikane të zbatimit të ligjit për të përballur me rrjetet e palishme që kërcënojnë sigurinë e Shteteve të Bashkuara dhe për të luftuar korrupsionin që pengon kompanitë dhe investitorët amerikanë. Përpjekjet e zotit Dumani vendosën standardin për bashkëpunim të fortë mes Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë kundër organizatave kriminale ndërkombëtare, i cili shpresojmë se do të vazhdoj me pasardhësin e tij, shprehet SBA, ambasadat paktën në njoftimin për shtyp që kanë shpërndar pas këtij takimi. Pra e qartë që ata kërkojnë Karamuço një pasues të Dumanit dhe të vazhdoj po e njëjta linjë, siç ka ndjekur ai, apo jo, përveç se mbështetje për Dumanin, e cila ishte e qartë në këtë mesazh. Atë që ne kemi thënë shpesh në për emisione, pavarësisht debateve që ka pasur aty, ka qenë që sigurisht zoti Dumani vendosi një standard, jo vetëm në mënyrën e ritmit të ri në kryerjen e hetimeve dhe ngritjen e akuzave, por edhe në bashkëpunimin ndërkombëtar. Pra u shtuan skuadrat e përbashkëta, u shkuan bashkëpunimi me Eurojustin në kuadër edhe të BE-s, të Bashkimit Evropian, po ashtu me Shtetet Amerikës Latine dhe kryesisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që ata e kanë jetike vazhdimin e këtij bashkëpunimi me të njëjtat standarde, me të njëjtat garanci, përkundrejt një prej kandidatëve që ata normalisht duhet ta kenë një agent, por sigurisht që nuk e thonë që do të sigurojë vazhdimsinë. Dhe këtë ata e kanë të lidhur, ju thash, me një sër detyrash të cilat e kanë ngarkuar edhe vetes, edhe këtij institucioni në realizimin e atyre objektivave që kanë të bëjnë kryesisht me luftën kundër karteleve, që është përmendur disa herë nga të gjithë diplomatët që kanë ardhur dhe nga këta që janë të atashuar në Shqipëri, por edhe nga ekspertë të tjerë që janë aty, ekspertë Obdatit, ICITAP-it, FBI-s, DEA-s e tjerë e tjerë. E kuptoj. Pra, ky ishte mesazhi në rreshta i SBA-s në njoftimin që kishin shpërndar. Ndërkaq më bëri përshtypje edhe diçka. Ata e kanë traditë që edhe ata e kanë traditë që edhe në momentin e tranzicionit, nëse detyrës së një drejtuesi dhe marrjes së një tjetër, vinë, japin vlerësime, japin mesazhet për të riun dhe pastaj ndjekin procesin nga afër. Nga afër, e kuptoj. Dhe më bëri përshtypje diçka, dhe kjo është pyetja e fundit që kam për ty. Në këtë postim të bërë në faqen e ambasadës së Shtetet Bashkuara dhe në vizitën e zyrtarit të lartë amerikan atje, nga të gjitha fotot që ata kanë postuar, përveç fotove me Altin Dumanin, me Joni Ketën, kreun e ri të BKH-s edhe me ndonjë tjetër, kanë postuar fotografi vetëm me Klodian Brahon, i cili është një nga 4 kandidatët për kreun e ri të SPAK. Tani, është mesazh i qartë ky, Karamuço, që amerikanët duan Klodian Brahon si pasues të Dumanit, siç është thënë në fakt shpesh, po nuk mendoj që është një mesazh signifikativ, ata nuk përdorin këtë lloj mesazhesh. Mbase si përdorin, po janë shumë të kujdesshëm në çdo gjë që postojnë ama. Janë shumë të kujdesshëm. Atëherë kanë shumë kohë që japin mesazhe në mënyra të tjera, nuk është nevojë ta shprehin këtë me anë fotografive. Në një fotografi që unë parë sot ishte edhe një prej kandidatëve të tjerë, në fotografitë e mëparshme të vizitës zëvendësdimës sekretarit shtetit ka qenë edhe 2 kandidaturat e tjera të cilët ata kanë dalë në fotografi. Ne po analizojmë atë që po ndodh një ditë para, Karamuço, se çfarë ka ndodhur një javë, 2 javë para, tjetër histori. Mesazhet janë grafike, mesazhet janë dhënë të qarta, janë dhënë në mënyrat që ata i dinë shumë mirë se si jepen dhe se si merren nga ana e atyre të cilët duhet të votojnë nesër. Kështu që mos i besojmë shumë fotografive, se do ketë zhvillime nesër që fotografi do na ngjajnë thjesht një pasqyrim normal i punës dhe i takimeve që ata bëjnë në Shqipëri. Të shohim. Mirë, Karamuço, shumë faleminderit për gjithë komentet që bën bashkë për këto zhvillime. Shumë shkurtimisht, duke kërkuar ndjesë zonjës Pano edhe zonjës Çepani, Redi edhe Faik, meqense ne jemi mbledhur shpesh bashkë këtu për diskutuar edhe këtë temë që unë e zaurova me Karamuçon për garën e nesërme.